Jo vetëm sot, po dhe dje ka qenë dita e gjatë. Unë kom shumë energji e vullnet për punë, po këto 2 ditë me në vërtet kanë qenë intenzive edhe me shumë stres, si duket ajo shtesën ata bën lodhjen. Unë par dje kom hy në Sërbi, nuk e kom pas asnjë problem. Sot ndalje ishim me kërë diplomatik, me ambasadorin e Kosovës në Beograd, Jetish Jasharin. Edhe keri kishtë atë imunitetin diplomatik, në ndalën fillun vonesat, edhe më thënë, personi tret do të një verifikim shtes, do të nga provera. Edhe na ishim qështu në pjesën mes Kosovës edhe Sërbis. Pritëm, kjo është një shraj i qartë, një signal që po më përcjellin. Po nuk du me folë për veti, nuk është me rëndësi, ne kom pas disa situata, disa prijetime në Sërbi, jam i parëndësishëm kretë këtë konstelacion, është me rëndësi çka do t'i bëjmë Mithat Llozhanit. Ai nuk është në gjendje të mirë, sot e ka konfirmu edhe ambasadori jonë atje, i cili quhet oficer për lidhje, që gjatë marrjes në pyetje i ka thonë, pra vetë Mithati, ambasadorit ai më ka thonë mu, që gjatë marrjes në pyetje është torturu edhe është rrah. Prej, ku është ka merë në pyetje ai? Në Beograd? Ai është momentalisht në burgun qendror centralizator në Beograd. Në CZ që i thajnë. CZ-ja pa më keqe. Që është ma keqe, par dje e kanë sulmu 3 veta në dhomë, 2 kanë majtë dorën, i 3 ka ra. Unë e dje bona minjerë të madhe, e postova, këto ju mediat më përkrahët, do të minjerë e mërë atë dhenë u bo publike, edhe sot ja kanë rrudhomën, sot nuk ka ma probleme. Pra, këtu do të sa ma shumë me i publiku këto situata, përshka këse veç transparenca është siguri. Për shka e kanë arrestuar? Situata është shumë ma serioze se që njerëz mundën me paramenu, dhe unë jom bind, e kom ditë dhe ma herët, po jom bind që qytetari kosovar është ma i pasigurti qytetar në Evropë. Ne nuk kemi mbrojtje prej askujt. Ju e keni pa që ka ndodhë arrestimi, nuk ka reagu as kryeministri, as presidentja, as ndonjë ministër i resorit. Me pas qenë që shduhet, ata sonë të dashme më thirë presidentja dhe kryeministri dhe me kuptu prej dorës parë se qka po ndodha atje. Saj përket Mithatit, aj po dyshohet